bankers, kush po jetohet nga SPAK? Vazhdojnë hetimet aty lera? Bankers ne kemi për shpesh. Në qoftë se ka një kompani, në qoftë se ka një kompani e cila i ka marrë këtij vendi, çfarë ka mundur është bankers? Apo ja? Radha është e gjatë, po është në kry aty nga kreu është kjo. Se radha është shumë e gjatë. Nuk po themi jo pra, po kjo sasi. Kjo është nga kreu. Nga sasitë e parave. Sasi e parave është të meri madh. Ka hetime për këtë, mirë tani se ti thua të kalojt e SPAK dhe kjo tjetra. Po ja kjo ka kaluar, që është bërë? Tani, gjithë qelësi, ne kemi mbyllur bashkë 2025-ën, pikërisht me një emision për bankersi, nëse të kujtohet. Dhe aty të kam thënë që poetohen disa zyrtarë të lartë, ish ministra e tjerë me radhë. Problemi është që çfarë unë kam kuptuar nga një dosje voluminoze që ka ardhur në prokurorinë e posaçme, gjithë thelbi i historisë është një banke në nivelit të dytë jashtë vendit, e cila në fakt sipas prokurorisë posaçme rezulton se ka bërë pagesa selektive. Pra do thotë, llogaritë e kompanisë Bankers Petroleum në Tiranë janë kompani të gjitha të boshatisura dhe rezultojnë llogari me humbje. Pra, kjo kompani gjatë gjithë kohës deklaron humbje dhe nuk ka paguar asnjë taks në Shqipëri, por nga ana tjetër rezulton sipas të dhënave dhe është dërguar një letër porosi në drejtim të Austrisë që një bank e nivelit të dytë ku janë depozituar milionat e parave. Sepse unë mendoj që Banka Austriake kjo është. Dakord, po është bank në Austri. Nuk bëjmë akuzë, po. Dakord, por unë në Austri vetëm kjo është. Në Austri s'ka tjetër. Vetëm kjo është. Dhe është dërguar letër porosi. Kjo bank rezulton që ka bërë pagesa selektive dhe gjithë qelësi i kësaj çështje, nëse do të merren të gjitha pagesat që ka kryer banka e nivelit të dytë në Austri, dhe do të shikohet kush janë zyrtarët që kanë përfituar, kush janë ministrat, kush janë ish-ministrat, kush janë kompanitë, kush janë kompanitë e lobimit, kush janë kompanitë që kanë bërë PR-in, kush janë kompanitë e tjera që kanë bërë ndërmjetësimin e tjera me radhë. Unë mendoj që gjithë afera bankers mund të zbardhet. Mendoj që prokurorët duhet, sepse për momentin nuk është se kanë ndonjë zhvillim të rëndësishëm, duhet të kthejnë sy te kjo bankë e nivelit të dytë, sepse prej aty mund të hapet kutia e Pandorës, të kuptohet shumë qartë se çfarë ka ndodhur me aferën bankers dhe se sa miliona ju janë vjedhur qytetarëve shqiptarë, taksapaguesve shqiptarë, në një kohë që institucionet, se historia e bankers ka minimalisht një 5-6 ministrat përfshirë, apo ish ministra. Nuk është një histori që nisi sot, por të gjithë kanë heshtur dhe po të shikosh që nga kompanit ose nga studiot avokatore, kupton që janë të një niveli shumë të lartë dhe bëhet fjalë për pagesa shumë të larta. Kështu që një letër porosi në informacionet që kam arritur të siguroj nga burime pranë prokurorisë posaçme, më rezulton që është nisur drejt Austrisë dhe pritet përgjigja për të parë se ku dhe në favor të kujt janë bërë këto pagesa. Dhe aty bëhet fjalë, sipas meje, për pastrimin e parave në një nivel maramëndës. Pra mënyra se si kanë funksionuar, kompani mëma me kompani bia, kompani të regjistruar në offshore e tjera me radhë, besoj që këtu qëndron edhe një klesh, sepse kompanit offshore janë shumë vështira për të patur informacion, dhe duke mos patur përfituesin fundor, shpesh prokurorët për të punë janë ndërtuar. Mbeten. Pra ato për këtë gjë, për të fshehur dhe ndoshta Soko mund të na japi detaje më shumë për mënyrën se si funksionojnë offshore. Po të shikosh... Si zyrtari herën e kaluar ju thatë ose tjerë kush deklaroi këtu që janë duke po verifikojnë rolet e Arben Ahmetit dhe Anila Dinajt. Po, kjo qëndron. Ka ndonjë të re tjetër as? Në këtë fazë ka mbetur, pra nuk është se ka zhvillime në këtë drejtim. Të gjithë për momentin prokurorët janë orientuar. Është Anita Jella dhe Enkeleta Milonaj kanë dërguar një sër letër porosish që kanë të bëjnë me aktivitetin e kompanive jashtë vendit, sepse aty ka një sër kompanish të huaja si nën kontraktore apo për shkak të aktivitetit që kanë patur me bankers dhe këtu është përqendruar për momentin hetimi. Shiko, problemi domethënë nga nisë e gjitha. E gjitha nis nga operacioni i parë i shpëtimit të pagesës të atim fitimit, ose dalja me humbje, siç i themi ne. Bankersi kishte dy opsione, pra ti shmang të atim fitimin duke rritur në mënyrë fiktive shpenzimet, ose duke ullur të ardhurat. Të ardhurat deklaruara. Qa bënde bankersi? Bankersi naftën një nëzirte nuk e shiste në treg. Ja shiste një kompanije që ishte po bankersi vetë, po ishte në Austri. Dhe kompanija që ishte bankersi tjetër në Austri, e cila shpëtonte nga regjimi i pagesës 50% të atim fitimit, se duhet kuptuar pse shiste në Austri, e ishte me çmim të ullët. Ja shiste vetës vetë në Austri me çmim të ullët. Pse? Që në regjistrat
kontabël këtu të regjistron dhe pak lek të ardhur. Prandaj e ulte të ardhur, ndenën të ardhur se ulte në mënyrë fiktive. Më kupton? Çfarë ndodhte? Kompania që ishte në Austri, pastaj ja shiste në treg me çmimin normal të tregut, me ato që quhet brand. Më kupton? Dhe për të gjitha shpenzimet që kryeshin në Shqipëri, vinin lek nga Austria. Ky është një operacion i mirëfillt i evazionit fiskal, sepse ti ja shet vetes tënde që është në Austri me çmim të ulët, Austria, vetja jote që është në Austri, e shet në treg pastaj me çmim të lartë dhe aty krijohet kjo diferenca, nuk paguam me 50% tatim fitimi, saqë duhet paguante në Shqipëri, paguam 7% sa që është në Austri. Tatim fitimi për këtë diferencë. Çfarë ndodhte? Paratë që kishte nevojë shoqëria këtu, qoftë për paga, qoftë për gjitha gjërat vinin nga Austria. E natyrisht këtu pastaj fillon edhe zbërtimi i Kleçkës. Ajo që shoh unë në vetvete është që të gjithë mekanizmit, paktën nga sa kam lexuar nga dosi. Kjo paraqiti prokuroria e Fierit në këtë rast. Kjo të spaku s'kam parë akoma. I gjithë mekanizmi ishte financuar nga Austria, nga Vjena. Aty shkonin parat. Fakti ishin përfitim korruptiv. Nuk ishte fare lidhje me... Sa shkon pano sasia që... Shiko, aty... Si zyrtarisht shkon të 10 miliard. Aty mund të... Kjo mund të jetë shumë... Shiko, është 5 miliard janë deklaruara, por duke marrë parasysh që këtu është deklaruar shitja me çmim të ulët, pra të thash që u bëj ky filmi, pra këtu shitej me çmim të ulët, me qëllim që mos paguaj 50% që tatim fitimit, po të paguaj tatim fitimi në Austri që ishte 5%, 7% sa është sot, në mos gaboj, dhe të dhënat të ardhurave që ka kompania sot janë fiktive, se ne nuk e dim se sa na ka blerë vërtet në treg nafta që ka shit bankërsi. Ne dim se na ka deklaruar këtu në tatime. Dhe po them që gjithë kjo operacioni i shpërndarjes parave pastaj shkonte përpos interesit që kishte kompania. Me ato para që beshin në Austri pagueshin dhe pagat këtu më. Pra pagat nuk i gjeneronte vetë bankërsi këtu. Pagat i vinin nga Austria, dërgonte ai pagesa 1 milion, 2 milion. Dhe këtu më them Banka e Shqipërisë. Një gjë që ngrehun këtu, për shembull është Banka e Shqipërisë. Austria, Raiffeiseni në Vjenë, me Raiffeiseni këtu. Transfertat janë të pothuajse të përjashme. Nga 2 milion, nga 1 milion, nga 3 milion. Nuk i pa njeri, nuk i vuri njeri re këto? Që këtu vinë çdo javë nga 2 milion, 3 milion, 1 milion, 2 milion, 4 milion, 3 milion, më kupton? Pra nuk i vuri njeri re këtu, të Banka e Shqipërisë për shumë. Unë u drejtova zyrtarisht ata Bankës së Shqipërisë për informacion, më thanë që nuk e dim se çfarë ka hetuar spaku, çfarë po heton prokuroria deri tani për në lidhje me çështjen bankës. Po unë do të shqetësohesh apo të isha Banka e Shqipërisë nëse shikoja pagesa të tilla aritmike. Pagu s'ka shku te bankat? Të rregullta. Që vinin nga Raiffeiseni në Vjenë tek Raiffeiseni këtu. Në Austri, po. Nga Raiffeiseni në Vjenë tek Raiffeiseni këtu. Se prandaj u zgjodha. Ai kishte deklaruar kompania se të paktën ti këtë raporton. Kompania e ka të detyrueshme që të deklarojë të gjitha llogaritë bankare të saj.